Rama në burg, Berisha në burg, që ka kuptimi paraqitur një paradrejtësisë, se refuzoni të paraqiteni një paradrejtësisë dhe jeni përgjegjës për 35 vitet. Por, kjo është tjetër gjë, duan të bëjmë budallajnë bën dhe Edi Rama, jo por iranianët, sikur cia i ka iranianët majtë të gishtave, do t'i gjej Edi Rama të sheshi atje. Çështja është që ju si parti, si opozit, mjaftojeni është gjë shumë e mirë, s'keni pse mbureni, as kemi shumë, as kështu, pa kompleks se ti shkon si shteti, si qytetar, po dhe si deputet, mos e ke fituar. Ore ke votat e tua në lezhë. Absolutisht, përfaqësoj elektoratin tim. Dakord. Kurse si forcë politike, ju do t'ju vira dhe ta tregoni veten dhe aty do ta shikojmë. Dhe ka hipokrizi e gjitha kjo, apo s'ka hipokrizi, që unë besoj që ka, sepse keni patur mundësirat, që këto gjëra që kërkojnë sot, të mos i bënit për ligjin, bashkuat votat për ligjin zgjedhor, për amnistin, që dolem nga paku e tjere. Po sa ka dashur vota Edi Rama, i keni bashkuar. Jo, në mënyrë absolute. O zotëri, më fal. A u votu për amnistin tani kaloi ligji? Partia Demokratike nuk mori pjesë. Po nuk i duheshin, si nuk i duheshin? O zotëri, tani mos thuj pra se ka prit nga ora 10 deri në orën 7 sa ka zbrit Edi Rama nga avioni për marrë me votu, për se krijohet 84 vota. Po si ma tani po, jo gjëra politike është kjo. Se nuk quan ti kodin zgjedhor që e fare që nxodhur. A ka marrë vendim Partia Demokratike që nuk do shkojnë në parlament, po nuk u futen 4 ligjet që kërkojnë protestuesit, nuk do jetë seancë parlamentare. Në seancë nuk do jetë. Po lere mo ligji. Si lere ligjet? Po ligji i çfuqizimit të investitorit strategjik, të zonave të mbrojtura, të paketës së maleve, të gjitha këto. Po jo, më nuk janë, këto janë derivate të gjithë së madhe. Ata e kanë ngritur. A janë kërkesat që i keni parashtruar? Po kështu fillon. Po ligjin e zonave të mbrojtura doli e votoi Parlamenti Evropian, nuk ka nevojë. Cili e votoi mo? Po nuk u çfuqizu këtu. Ç'a do bëj Parlamenti Evropian? Po kur ta bën presionin Parlamenti Evropian, nga ai po e hëngri presionin. Po mirë, po pse nuk pa e ashtu? Po a duhet dikush ta çojnë në parlament? Sa ata vetë nuk e marrin iniciativën. Po le të mos e marr më. Ne dimë se merr asgjë. Tani gjithë çështja është që do t'ju vi radha dhe inshallah vjen shpejt. Jo më ku e ke radhën, ne po e tregojmë. 4 ligje. Po lër pra ta mbaroj. Dëgjoj, protesta. Dëgjoni si antar kryesie ju ka dhënë një lloj toni pjesa e postit të ri. O ti s'ka të vaj fare me shenë antar kryesie. Si deputet unë më fal. Siç isha i thjesht deputet, siç është antar kryesie s'ka ndryshuar si gjë në raport me mua. Duket se ju ka dhënë një lloj toni. Jo, bile me mua mund ndryshoj kritika ndaj Partisë Demokratike, po jo favorizimi i Partisë Demokratike. Tani ti jemi realistë. Do bëhet me ashpër apo me? Nuk e di, do varet nga qëndrimet. Edi Rama nëse të kujtohet për çështjen Rasha që doli rinia atëherë, po ishte edhe rinia e periferisë në një farë mënyrë. Tha që edhe 500.000 të dilnin e përsëriti edhe për këtë në shesh, unë se largoj, nuk e lëshoj Ardveliun. Tani imagjinohet ky për të lëshuar veten e vet, dhe vetëm protesta që të bëjmë real politik tani dhe të një analizë normale. Ky vetëm e protestën nuk e lëshon, por ky është tani ka një sensibilizim, është një anë që bëjnë sikur nuk e shikojnë këtu. Vetëm sot 2 gazetat më të mëdha gjermanike, Der Standard e Austrisë, që është më e madhja dhe këtej. Edhe Frankfurter Zeitung, domethënë e Gjermanisë, i kishin kushtuar protestës. Dje BBC-ja dje dhe që doli dhe gazetari tha kur i zuran ngoj spakun ju hap kokordoku i syrit kryeministrit dhe janë 3 faktorë. Ndërkombëtarët që janë sensibilizuar dhe ka kaluar dhe në institucionalizim protestat, pak në Parlamentin Evropian dhe në kancelarit, është dhe spaku dhe është protesta në mes si frym. Dhe do vi koha që ky do ta jap dorëheqje, por nuk do ta jap me dëshirë. Mendoj unë, por do ta jap siç u detyroi Ramiz Alia që firmosi pluralizmin. Nuk donte. Por dolën studentët, dolën njerëzit. Pas kësaj do ta bëjnë dhe qeverinë teknike, dhe po këta do ta votojnë ndryshimet që do kërkojnë, që do përgatis me teknicien kjo qeveria partijake. Kush imponon këto gjëra? Vetëm protesta dhe këta faktor. Këta do t'i votojnë. Dhe këtu do t'a shikojnë Partinë Demokratike. Këtu do t'a shikojnë si do sillet Partia Demokratike. 1. Për kodin zgjedhor. 2. Për mbrojtjen e spakut. Për mbrojtjen e spakut. 3. Për imunitetin, heqjen komplet të imuniteteve. 4. Për ligj për partit. 5. Për ligj për financimin e partive. 6.
për vetin të gjithë politikanëve. 7 për heqjen e imunitetit. Ju a kërkoj braua prap, tha. S'duhet të keni imunitet deputet, tha. Mos kap se nxjerrin në shumë. Kush vjen paraqitet, bën vetingu në spak, deli fajshëm, deli pa fajshëm, tjetër histori. Këtu do ta shikojmë neve çdo deputet, dhe çdo lloj opozite, se si do t'ju përgjigjet këtyre kërkesave që janë kërkesat që i ka Gjermania, që janë ligje që i ka Gjermania, që i ka Belgjika, që i ka Italia, i ka Greqia. Apo ja. Ikën 16 deputet. 16 deputet, sa ju doli emri në gazet, dorëzuan imunitetet për një hetim. 16 në Greqi. Vajtën, në resht. Para disa ditësh. Para një muaj. Tani çfarë, kur t'ju vi kjo sprov, atëre okej. Tani keni vetëm kaq. Përkrahni, merrni pjesë dhe përkrahni këtë protestë. Ta marr një mendim edhe nga koloneli Dritan Demira, i cili sigurisht e ka një mendim akoma dhe më të ftohtë.